Çfarë qëllimi shërbejnë statujat? Kjo pyetje u vë në pa pas viteve 90, kur në Shqipëri ra sistemi socialist. Në atë kohë monumentet e ndërtuara dekada më parë mbetën ose të heshtura ose të shkatëruara nga dora e njeriut dhe ndërhyrjet politike, duke ndryshuar rrjetën e historisë apo duke lënë në harres kujtesën e një epoke të rrëfyera ose të pathëna e ndoshta sot të zhdukura. Një nga këto monumente lidhet me vizitën e parë të drejtuesit të asaj kohe në vitin 1976, kur u përrua një ser monumente shkulture në qendrën e fshatit Krutje. Ato simbolizonin kolektivizimin e tokave bujqësore, të bashkuara në kooperativa sipas planeve 5-vjeçare. Sot mbi atë monument mbretëron heshtja, një heshtje e monumentit të shkatruar, i rrëmbyer nga harresa e i coptuar nga dora e njeriut. Mbetet vetëm imazhi i një mjeti plugues, dikur simboli tokave të Myzeqes, i kthyer në monument kulture, për tashmë i braktisur e i grisur nga faqet e historisë dhe krenarisë së asaj zone. Ky është vetëm një episod mes shumë të tjerëve që prej 35 vitesh kanë nxitur debate mbi rolin dhe qëllimin e monumenteve në shoqërinë shqiptare. Në botën perëndimore, ku Shqipëria synon të aderojë, historia nuk fshihet, por nderohet dhe ruhet në qendra qytetesh dhe fshatrash. Në këtë kuadër, kamera e televizionit Apollon dhe gazetari Ndriçim Gjoshi ju drejtuan mësuesit të historisë në Krutje, zotit Kristaq Mëhilli, sot në pension. Ai kujtoi rëndësinë dhe datat historike të këtij monumenti, duke sjellë në vëmendje vlerën e tij për një brez që e përjetoi atë epokë, një epokë e mishëruar në simbolet e penës, lopatës dhe fushave të Myzeqes. Kolektivizimi të bujqësisë në vitet e diktaturës komuniste. Pas lirimit, e din që në 25 nëntor të vitit 1945, sipas ligjit të atëhershëm, toka do t'i kalonte atij që e punonte. Si përfundim, në atë periudhë, udhëheqësi e asaj kohe erdhin në Gorre dhe aty hodhi iden që toka t'u jepi fshatarëve. Po kjo kohë nuk zgjati shumë, për faktin sipas ndryshimeve që ndodhen në atë sistem, u hodh ideja e kolektivizimit të bujqësisë sipas shembullit ndjekur në atë periudhë nga Bashkimi Sovjetik. Kështu që në 11 nëntor të vitit 1946 u krijua e para kooperativë në shkallë republike në Krutje, biles në atë periudhë u quajt dallandyshja e Myzeqes, ku 26 familjet e para të Krutjes u bashkuan me gjithë potencialin e tyre ekonomik që kishin. Nuk pretendohet se këtu kishte ndonjë potencial fshatari. Dikush kishte një pantje, kishte një kal, kishte blet, e tjerë. Këto u kolektivizuan dhe u krijua mundësia e kooperimit, e quajtur në ato kooperativa e parë. Kështu që në këtë periudhë, më vonë, rreth vitit 1972, u krijua mundësia për ta simbolizuar këtë fenomen që ndodhi këtu në Krutje, për krijimin e kooperativës, u krijua ky monument, i cili në ato vite jep iden e kolektivizimit të bujqësisë. Dhe po ta shikoni me kujdes, aty është figura e një nga fshatarëve më të shquar të asaj kohe, Kici Gjika, ai që ban parmendën në dorë dhe që është po kështu dhe dy bashkëtarë të tjerë, të cilët japin iden e bashkimit të gjithë fshatarët për krijimin e kooperativës së parë. Ky është simbol që ka mbetur. A ka vlera sot? Unë mendoj se po, se brezat e rinj duhet njihen me gjithë historinë e zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Dhe biles, për mendimin tim, kjo do të jetë një pikë që bashkë me atë traktor që ju shikoni që ka mbetur i dëmtuar aty, është një dhuratë për në periudhë nga shteti për të ndihmuar kooperativën në plugimin e tokave. Kjo ishte forma që dha shteti atëherë për të dalluar nga edhe për të stimuluar edhe fshatrat e tjerë për kolektivizim. A ka pasur ndërhyrje
apo institucionet e shtetit për ta hequr këtë simbolin pasi i përket sistemit kaluar? E thënë e vërteta, diskutimet kanë qenë të ndryshme. Megjithatë, dëmtim ky ka patur, se ka patur dhe shkronja të cilat ishin prej bronzit dhe keqbërësit gjetën mundësinë dhe i shkatëruan duke i marrë, duke i shitur të cilën rënduan këtë monument, i cili për mendimin tim duhet të krijuar një park i rregullt, muzeal, bashkë me gjithë muzeumin që ka qenë në atë periudhë këtu, që të krijojnë mundësinë e njohjes së historisë të kësaj zone dhe në shkallë republike, kushdo që vinë dhe turistat, sy i hedhin tek ai traktor, që është ky traktor që ka mbetur si rudiment në këtë. Dhe ata mbeten të habitur që ky traktor i asaj periudhe ka qenë modernizimi i bujqësisë. Faktikisht kuptohet që ishte shumë prapë. Po? Përveç monumentit që është pjesë sot e qendrës të tutjes, a mi mbahet ky monument? Me gjithë përpjekjet që janë bërë që ky monument të ruhet edhe të jetë simbol historik i kësaj zone edhe i këtij fshati, edhe në shkallë zonale, jo vetëm për vetëm fshatin e Krudjes, nuk është mirë mbajtur në atë shkallë që duhej, sepse falë përpjekjeve që janë bërë nga intelektual, nga mësuesi, pse të prishet, pse të shkatërrohet, le të mbetet një shenjë e asaj periudhe, sido që të diskutohet dhe sido që të jetë trajtimi i tij. Monumenti mbetet monument dhe ka historinë brenda tij. Do të kishit ndonjë thirrje të shkurtër profesor për institucionet? Jam i mendimit që jo vetëm ky monument, po kudo që ka monumente të kësaj natyre apo relike të asaj periudhe, historia i ka domosdoshme t'i mbartë si dokumenta për të vërtetuar jetën e asaj periudhe dhe asaj kohe. Dhe thirrje që gjithë institucionet t'i japin prioritet këtyre objekteve të cilat zorë se rikthehen me po shkatërruan. Mirë do ishte që të mirëmbaheshin dhe të mbeteshin si pika referimi për jetën e asaj periudhe. Profesor, faleminderit.